Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve. Në qoftë se dëshironi lexime personale, kontaktoni në Instagramin tim Tea Tarot 2025. Fillojmë me energjinë e përgjithshme të tarotëve për ditën e sotme. Ç'na thon tarot për ditën e sotme? Kemi gjashtën e shkopinjve. Ky kalorës, me këtë shkop në dorë, me këtë kuror dafine, kaloron për perspektiva të reja në jetën e tij. Pra, ka një person tjetër shumë pozitiv, i cili ka dritën e universit që e shkëlqen dhe ndriçon në çdo aspekt të jetës së tij. Pra, në rrugën e tij, ai ndriçohet nga kjo energji pozitive. Ky person ka pranë dhe një person shumë pozitiv, perandorin, i cili është një njeri që e ndihmon në jetën e tij. Katra e shkopinjve është një letër shumë paqësore. Dy persona janë falendërues dhe mirënjohës universit për këtë paqe që ka sjellë në jetën e tij, për këtë shtëpi të bardhë paqësore, për këtë liri, për këtë lumturi dhe janë gjithmonë mirënjohës universit. Kemi kupën e mërtëreshën e kupës. Një person me një pastërti shumë të madhe shpirtërore. Është plot bollok dhe gjithmonë ka në prerjen e saj gjithmonë pasuri, ka bollok, ka mirëqenie. Dyshi i kupave. Dyshi i kupave është një letër e cila tregon një takim që do të bëni shumë shpejt, një takim të rëndësishëm, serioz, që mbrohet nga ky ëngjëll në univers. Do të merrni një lajm shumë të papritur, një lajm të befasishëm, ky pëllumb i paqes. Në këtë kupë të argjend, ju sjell ju këtë lajm që nuk e prisni, dhe ky lajm do t'ju transformojë dhe do t'ju ndryshojë jetën tuaj në çdo aspekt. Pra në dashuri, në bollëk, në shëndet, sepse kemi mashkull magjik që në infinit ka gjithë gjërat e mira të kësaj jete. Ka dritën që e mban fort, që ndriçon rrugën e tij, kupën, bollukun, shëndetin, pra ka gjithçka. Se për këto gjëra, ky person ka luftuar shumë në jetën e tij, që ka sjellë gjithë këto të mira. Ka luftuar dhe në betejë dhe gjithmonë ka thënë, lëri të shkojnë gjërat negative, unë por marr gjërat e mia, shpatat e mia, se po eci drejt rrugës time. Sepse rruga që ai ka ndjekur është një rrugë shumë pozitive. Ky person është një njeri human, i cili tregon që ka një humanizëm jo vetëm për bollokun, por dhe nga ana e tij shpirtërore. Ashtu si rrjedh monedat në një dorë për njerëzit që janë në nevojë, ashtu lidhet i peshoj në anën tjetër. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit.